Filli magjik. Peter ishte një djalë plot gjallëri, por nën atë energji fshihej një padurim i heshtër që nuk e linte kur të pushonte. Në shkollë, sytë e Peterit humnin nga dritarja, duke pritur me mall që të binte zilja. Ai lëvizte i shqetësuar, duke pshërëtir ndërsa minutat zvarriteshin. Peter, çfarë po të shpërqendron? Kje mendjen? Vetë mendoj për të rritur. Dua të jemi lirë, të bëhem dikush i rëndësishëm. Më falni, zonjush. Kur erdhi dimri, ai dëshironte pranverën. Kur çelnin lulet, i mungonte bora. Lumturia dukej sikur ishte gjithmonë aty pranë. Një mbasdite të artë, pas shkollës, Peteri u end më thellë në pyll se kur më parë. I lodhur ai ushtri mbi myshk. Ndërsa gjethet fishkëllinin e përkundnin, një zë i mpret por i butë thiri emrin e tij. Peter! Peter! Si më njeti? Kush jeti? Kjo nuk ka rëndësi, por kjo ka. Çfarë është kjo? Peter, këtu është filli i jetës tënde. Tërhiqe dhe koha do të ecë përpara. Por, nëse e tërheq, ajo nuk ka për të kthyer kur. A mund ta kem? Po, Peter, ja ku është. Sytë e saj zhndrisnin njëkohësisht me mirësi dhe paralajmërim, ndërsa ajo i vendosi topthin ndriçues në dorë. Mbaje mend, Peter, përdor dhuratën tënde me mençuri, jo me turr. Të nesërme në shkollë, dërsa orët e mësimit dhe minutat zvarriteshin, i pa duruar dhe i acaruar, Peter i futi dorën në xhep për të prekur topthin e ftohtë prej argjendi. Sikur shkolla të mbaronte me njëherë. Po sikur vetëm një tërheqje të vogël? Dhoma u trazua dhe papritur zëri i mësueses jehoi sikur po e zgjonte atë nga një ëndër. Mirë, fëmijë, mbledhini gjërat tuaja, shkolla mbaroi. Pa frym, Peter i vrapoi jashtë, me sytë hapur nga habia. Filli magjik funksionoi. Në ditët që pasuan, Peter i tërhoqi fillin magjik për të anashkaluar punët e mërzitshme. Ai e tërhoqi për të kapërcyer muajt dhe për të arritur te pushimet, dhe madje për të përshpejtuar fëmijërinë e tij dhe periudhën shkollore. Vitet u shembën në ditë. Kur u dashurua me Lizën, ajo e paralajmëroi. Peter, më pëlqen, por po e marri me shumë vrull. Një pjesë e imi ndjen sikur më duhen edhe disa vite përpara se të flasim për martesë. Të dy kemi kaq shumë për të mësuar për njëri tjetrin, për jetën. Po, atëherë viti do fluturoj shpejt. Vitet rrëshqitën me një shpejtësi maramendëse. Peter i tërhoqi fillin në çdo punë të lodhshme, në çdo natë pa gjumë, derisa dhe gëzimi u mjegullua dhe u zhduk. Gjithçka kaloi me shpejtësi. Ai mezi i vuri re detajet, por ndërsa një çast shkrinte në tjetrin, edhe lumturia dukej e zbet. Shqetësimi i Lizës ishte i qartë, ndërsa ajo përpiqej të ngadalsonte ngutjen e tij. Nëse i nxiton ditët e vështira, do të humbasësh edhe ato më të çmuarat. Mos më trego çfarë të bëj, do t'i zë më vonë. Një mëngjes, dërsa shtëpia qëndronte e heshtur, kur Peter i poruej, ai vuri re pasqyrimin e tij në pasqyrë. Flokët ishin zbardhur nga thinjat dhe rrudhat e olla ishin gdhëndur thellë rreth syve. Një vetëdije e papritur i erdhi në mendje. Ai ishte plakur. Më vonë atë ditë, Peteri po qëndronte i ulur vetëm në verandë, i rrethuar nga fotografitë e arritjeve të familjes së tij. Hapat e parë të djalit, festat e ditëlindjeve, netët në kamp pranë zjarrit, të gjitha kujtimet që duhet ishin të gjalla,
tani ishin të mjegullta, sepse ai nuk kishte qenë kur plotësisht i pranishëm. Peter i mbylli syt, me mall për t'i përjetuar sërish ato çaste. Filloi të pendoi për mos qenien pjesë e tyre. Tani ishte një spektator që kalonte aty me shpejtësi pranë jetës së vet. Si ndodhi kjo? Ka kaluar kaq shumë kaq shpejt. Humba historinë, të qeshurat, ngrohtësinë. Desha të shmang dhimbjen, por shmanga edhe gëzimin. Magjia që dikur dukej si një dhuratë, tani ndihej si barë. Përshëndetje, Peter, u kthyem. Johnny është kaq i lumtur që do të martohet javën që vjen. Do të doja të vije me mua për të blerë kostumin e dasmës. Ai do pran vetes babain e tij, e di? Nuk kujtoj hapat e parë të djalit tim, Liz. Mendoj se nuk kam qenë një baba i mirë për Johnin. Është sikur e gjithë jeta ime ka kaluar në një mjegull, dhe ndërkohë ai ka arritur moshën për të qenë gati për të martuar dhe për të bërë baba vet. Zemër, po tregohesh tepër jashtër me veten? A ke ngrënë ndonjë gjë? Dhe ç'bojnë të gjitha këto fotografi të shpërndara këtu? Është disa edhe në verandë. Sa po i shikoja ato? Unë isha në fotografi, por kur nuk kam qenë i pranishëm. Të gjithë mbajnë pendesa, Peter. Nuk është kur vonë të vlerësojnë kohën që kemi tani. Bashk, dhe familjen tonë, kjo është ajo që ka rëndësi. Nuk e meritoj mirësinë tënde, Liz. Sigurisht që e meriton. Jeta që kemi kaluar, sukseset dhe tatupjetat, nuk do të ndryshoja asgjë. Do të bëja gjithçka sërish me ty pranë meje. Bëj gjithçka sërish. Ato fjalë që ndruan me Peterin gjatë gjithë natës. Natën tjetër, i përndjekur nga pendesa, Peter i uend përsëri drejt hapësirës së vjetër në pyll, në një qell të stolisur me yje. Ajri ishte i freskët dhe bota e heshtur, ashtu si kujtimet e tij. Ai ra në gjunjë me topthin e argjend të rëndë në xhep. Të lutem, dua ta kthej magjin mbrapsht. Nuk dua që jeta ime të kalojë më shpejt. Peter, a je ti? O, Zot, gati nuk të njoha. Unë jam Peteri. Të lutem, nuk mund ta përballoj më këtë. Të lutem, merre përsëri. Atë solli dhurata ime lumturi? Jo, e bëri jetën të ndjej zbrazët. U fsheha dhe ika nga trishtimi dhe përfundova duke humbur gjithçka, edhe gjeta trishtim dhe lumturi të rreme. Shumë njerëz e ndjekin kohën sikur të ishte një çmim, por koha nuk është një gjë për t'u zotëruar. Ajo është një rrugë për t'u udhëtuar. Urtësia nuk vjen nga shpejtësia, por nga prania. Ngjyra dhe rëndësia e jetës tënde mund të shihen vetëm duke ecur në rrugën e saj hap pas hapi. Peter i pohoi me kokë, duke ndjerë të vërtetën të vendosej thellë në zemrën e tij. Ai kuptoi se të jetosh do të thotë të jesh i pranishëm, i hapur dhe i duruar, duke përqafuar si të ëmblën ashtu edhe të hidhurën. Mirë, Peter, zgjidh fjalët e tua me mençuri, sepse ajo që kërkon do të formoj të nesërmen tënde. Më lejo të jetoj sërish jetën time, por këtë herë pa fillin magjik. Dua të ndjej çdo gëzim, e çdo trishtim, të shijoj çdo çast, edhe nëse është i hidhur. Nuk kam për të nxituar më kurrë. Ajo buzëqeshi dhe mori përsëri topthin e argjend. Bota u zbe në një shkëlqim të bardhë dhe rajet e orës së jetës u ngadalësuan. Zgjohu, Peter, do të bëhesh vonë për në shkollë. Peteri u zgjua në shtratin e fëmijërisë, me tinguj dhe aromat e njohura të shtëpisë që e mbështollën si një batanie. Fytyra e re e nënës së tij ndriti, ndërsa ajo i tundi lehtë shpatullën. Mami? A je vërtet ti? Po, jam unë, ti buri vogël i çuditshëm. Tani çau dhe bëu gati për në shkollë. Je me vonesë. Liza është poshtë duke të pritur. Të dua, mami, dhe faleminderit për gjithçka që bën për mua. Djaloshim, sigurisht. Tani çau dhe vishu. I rilindur me mirënjohje, Peter u vesh me padurim dhe zbriti me vraposht për të takuar Lizën. Peter, je shumë me vonesë. Që nga ajo ditë,
Peter I vendosi të vërente bukurinë e botës, gati për të përshëndetur çdo çast. Peter, duhet të ecesh më shpejt. Nuk ka problem, Liz. Do ja dalim. A mendon se do të jemi gjithmonë kaq të lumtur? Nëse jetojmë çdo çast plotësisht, po. E ardhmja do të vi mjaft shpejt. Dhe kështu Peter I mësoi, lumturia e vërtet nuk qëndron në vrapimin drejt së ardhmes, por në përqafimin e së tashmes, me durim, mirënjohje dhe dashuri. Dashuria, jeta dhe lumturia do ta gjenin ende Peterin dhe Lizën, jo me nxitim, por me hapa të vegjël, një pellg në herë.